Brother Radio. Mirë mbrëma të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua Talanta Kërçykun, emisioni i cili është nga hënë të premten në orën 20. Për të gjithë ju që jeni duke shkuar për në shtëpi dhe doni sërish të shikoni dhe të dëgjoni, domethënë emisionin tonë, në rastin konkret të dëgjoni nëse jeni në rrugës të makinë, mos u shqetësoni, mjafton të hapni kanalin numër 10 në Digital dhe aty do të na dhe shihni dhe dëgjoni me zë dhe me figurë. Thonë të gjitha këto, le të bëjmë ato që dim të bëjmë mirë. Të komentojmë Big Brotherin dhe të jemi të super të ftuar. Sot kam të ftuar një mikeshën time, një kolegen time, një rit cilën unë aspiroja dhe të shikoja më përpara dhe thoja po mirë, do vi dita vallë që unë të jem kaq e shkatën ndonjëherë në radio. Po mirë se e thoja për çdo që jeni ju në radio, të gjithë më dukesh si nuk e di si misionar tetë aft për këtë gjë dhe ja tek jam sot duke intervistuar Jonida Aliçkollin. Hey, mirë se ju gjej. Është shumë qejf ti je ftuar në shtëpi. Është vërtet shumë qejf. Faleminderit Atalanta për të gjitha fjalët e tua. Do të thotë që ne që jemi në radio, jemi më të le të themi më të përgatitur për të folur dhe për të mos e qepur deri në fund të programit. Jeni. Gjithsesi unë gjithmonë them që çdo prezantues i mirë televiziv duhet vi nga radio dhe ndër të parat herë dhe ndoshta në të rradhat herë që unë nga emisionet vi nga në radio. Nga dhe nga televizioni në radio. Kjo do thotë që pash çfarë kishte për të punuar, thash, ja, le të rikthehemi të punojmë. Jonida, këtu jemi në Big Brother Radio, të doja shumë të isha në Pardon ma French. Po do vite që hyj aty dhe aty, pasimet që bëni ju. Jemi edhe 4. Po, nuk e di të fusin në mes dhe s'të lën lajm pa të nxjerr. Si e ke parë Big Brotherin? Ka kaluar më shumë se 70 ditë tani më dhe aleancat, personazhet më të ndërtuar, më të fortët janë just seleksionuar. Kush pëlqen më shumë? E para njëherë nuk po mbesohet që kanë kaluar 70 ditë një herë. Nuk e di si kanë kaluar 70 ditë. Ka kaluar shumë shpejt në fakt ky Big Brother, me sa duket të gjitha ngjarjet, të gjitha dinamikat, ngjyrat e të gjithë personazheve e kanë bërë që të jetë pak më i shpejt edhe të kaloj kaq këndshëm. Por ne që jemi jashtë, sigurisht që ka pa fund për të folur, sepse nuk ka sekond që të mos ndodh diçka aty. Ngjarjet e fundit në fakt, me thënë të drejtën, janë dukur të tensionuara, nuk jam fare dakord për gjuhë dhune, gjuhë seksiste, gjuhë që nuk i përmbush kriteret e një show të mirëfillt apo reality, mendoj unë, por duke qenë se e kanë vendosur ta nisin kështu edhe të hyjnë zjarr, po flas ta çojnë deri në fund për Gertin, sepse kështu e nisi me thua për deklaratën e tij ndaj Mateos. Këto ditët e fundit janë bërë edhe Selinës, ndaj Selinës. Janë dukur pyetje, unë e para një herë Atalanta, domethënë, nuk kuptoj, unë jam gazetar dhe dua të pyes. Dhe pedagoge? Domethënë, unë jam gazetar dhe po të pyes, me sa veta bën ti seks? What the? Se nuk e kam atë pipin që përdorim tek Pardoni. Domethënë, e para një nga je gazetar, se na rroft ne që jemi diplomuar edhe më the të thash, dhe e dyta, pastaj është një titull që merret kështu. Sa do të jesh gazetar, janë disa pyetje që thjesht nuk bëhen. E vërtet. Sidomos jeta personale, gjërat intime, se ajo në fakt nuk ishte as pyetje, po ishte ofezë hapur. Ofezë mbi gjitha që mbiu, si thua, ishte insinuim, ishte një aludim, një ngacmim dhe Duke një emision për shembull erotik ose një emision mbas 12-s që është me censura, nuk e di çfarë. Edhe aty kur dua të pytem dhe kur dua të përgjigjem. Edhe aty kur ti e sheh që personazhi po derivon drejt atyre fushave, drejt atyre temave, mund ta pyesësh po prap gjithmonë me shumë bon sens dhe duke ta lejuar pyetje pas pyetje, direkt bëm. Ka pasur shumë tension këto ditët e fundit. Të vetëmet momentet bukura që kam shijuar me shumë kënaqësi ishin dhurata e Brikenës për Shëndritin, që ka ditëlindjen sot. Shëndrit, gëzuar ditëlindjen Shëndrit është nuk e di, e dua shumë atë djalë. Ka shumë energji të mirë, edhe disa herë kam qenë në radio teksa Elona vitin e kaluar, po edhe një vit më parë e ka pasur në studio me lidhje direkte nga Kosova që komentonin Bigun dhe është vërtet shumë i përgatitur, ka një durim të jashtëzakonshëm,
dhe pjesa pastaj kur i erdhi dhe Selin edhe domethënë grupi i tyre që po i bënin dhuratat dhe surprizat e ditëlindjes, ishte me të vërtet një moment shumë i bukur, qetësie më në fund. Na ka përmendur në radio. Domethënë në radio brenda në Big Brother, mua dhe Elonën, sidomos sepse me ju ka qenë më shpesh, sepse unë kam rastisur më pak. Dhe unë dhe Shëndriti është një nga ato personazhe të cilët ka qenë gjithmonë në lidhje Skype, date, i gatshëm gjithmonë për të komentuar dhe shumë edhe ka komente sakta. Komente të sakta dhe unë i thoya vazhdimisht Shëndrit, pse nuk jeti në Big? Po ti pse nuk je në Big? Thoshte, po lere këtë me shira fjala, pse nuk jeti në Big? Se ka një 3 vjet, 4 që del emri yt vit për vit. Çdo vit se lexoj them, wow, unë jam në Big këtë vit, pastaj them, ja. A është për ty? Nuk mendoj që është. Deri tani domethënë. Kështu nuk them asnjëherë jo. Jo, nuk them kurrë se si jo. Nuk është diçka që nuk më tundon. Më tundon gjithmonë dhe them pse jo, por pastaj çdo vit nuk e di ç'më ndal. Ja, mund të vinë një Rogert që të bën të mendohesh. Kur 2 herë, 10 herë tani më. Nëse unë e mendoja përpara Rogertit, vjet e par vjet, imagjinoje, se ndonjëherë do të çuditem, domethënë me reagimin e banorëve të tjerë kundrejt Rogertit. Nuk e di çfarë do bëj, se ndonjëherë mendoj që njerëzit që janë aty dhe e çon kaq gjatë lojën me shumë të drejtë, me shumë bon sens, kanë të drejtë të mendojnë që duhet të jenë të fortë për të mos e prishur atë, por unë kam një natyrë që në rast se unë më preken në këto tema, në këto pika që unë pa të keq, për shembull, nuk kam lënë vend për dikë që të arrijë në këtë pikë, unë jam çik shpërthyese. Ndaj edhe e kam frikë këtë pikën time. Po shpërthyese në kuptimin e hap derën aty dhe iki tërshën dhe verë, kokë lart, por atit nuk di ç'i bëj. Kurse unë mendoj që do isha shumë injoruese kundrejt ti. Është aftësi dhe kjo. Do ta injoroja. Është shumë aftësi. Domethënë kam një qetësi që unë rrallë herë ka ndodhur që ta kem qetësi në rast të tilla. Sepse unë po arrita në pikën që duhet të shpërthej, do të thotë që ti e ke mbushur aq shumë. Po ndoshta atje jam tolerante. Por mendoj që në këtë pikë duke e parë dhe nga jashtë, do kisha preferuar shumë që ta injoronin. Do ishte bukur, por se ka bërë njëri. Po pra, ne do të rikthehemi sërish në pjesën tonë të dytë miq. Kemi publicitet, rikthehemi sërish. Është momenti që ke pritur. Final sale në Max Optica. Ulje deri në 70% në koleksionet e syzeve të diellit dhe optike. Modelet më trendy, markat e tua të preferuar dhe cilësia që meriton shikimin yt. Tani me super çmime, por vetëm për një kohë të kufizuar. Mos e humb këtë mundësi. Na vizitoni në dyqanet e Max Optica ose porositë lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Servision. Falenderoj Max Optica për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Collagen Plusin, je lam të Collagen Collagen Pro Plus. Nëse doni të ndiheni më të lehtë në lëvizje dhe më të sigurt në pamjen tuaj, Collagen Pro Plus i tipit 1 dhe 3 është zgjedhja ideale për kujdes të plot nga brenda jashtë. Vetitë e tij kryesore janë: ushqen kockat dhe nyjet, hidraton lëkurën, rrit energjinë, rrit elasticitetin e lëkurës, ndalon rënjen e flokëve, forcon thojt. Mos harroni, pas moshës 20 vjeçare niveli i kolagjenit në trup fillon të ulet natyrisht, prandaj Collagen Pro Plus është i domosdoshëm. Porosit Collagen Pro Plus dhe ndje përmirësimin e menjëhershëm. Që nga për ta porositur unë, ka fiks ato që më duan. Direkt, ne tani të shkruar direkt. Jonida, ku e lam dhe ku na mbeti. Tek Big Brother, unë mendoj që do të ketë penalizim sot. Edhe mezi po e pres këtë prajmin, domethënë ne do mbarojmë programin këtu dhe vrap is battle. Me shpejtësinë e dritës për ta parë live programin, mendoj që sot do të ketë një super show, do të ketë tension, por do të ketë edhe penalizime. Kështu e parashikoj. Penalizim. Unë shpresoj të ketë eliminim. Për Rogertin, domethënë, Rogerti i penalizuar është në nominim deri në fund të qëndrimit të tij. Mund të ketë një eliminim të tij, si e mendon? Nuk e di, nuk e parashikoj dot. Duke qenë se i ka kaluar disa etapa tashmë të shkeljes vijës kuqe, mendoj që mund të ketë një masë ndëshkuese për të sot. Ndërkohë që regjia përgatit video numër 1, ne do të fillojmë të komentojmë për Selim Gimbo. Çfarë mendon për dy banorët? Dhe më pas do të shohim video në cilën kemi përqafime, një puthje të rëmbyer, po. Më duk pak kështu si tamam e rëmbyer si puthje. Po dhe ishte shumë e lezetshme se po i thoshte do bëj diçka që ti nuk do e pëlqesh. E para përgatiti. E para përgatiti. E ndjekim në rikthim në studio. Sa të lezetshme vjen.
Po më ngacmon. Po më tishu. Bile. Një më ta shpesh gishtin. Shko më do hipja të Ej! O Gimbo! Po të më t'i bonirë, se s'po mëj. Që s'po mëj, a ty zërë më t'i bonirë, t'i kjo. Po të zgudzon. Na, se po ik. Zgudzon, thash. Re, pra, më si. Pse pim që bus? Ti qa do me bëti? Po qa i do, pra? Hiq, fare. Hiq fare. Shumë pak fare. Okej. Lezetshëm janë, me thënë të Po janë drejtën. shumë cute, mu janë shumë Janë shumë të cute, mu. lezetshëm. Po pse e ziton, moj Selin, pse e ziton Selini me Po ndoshta nuk është ende gati, do ta njoh akoma më shumë. Edhe mua më pëlqejnë këto marrëdhënie që nisin shtruar. E Po vërtet. të lezetshëm janë goxha të Shumë. dy. Mami im i thot bingo. Gimbos. Është ky bingua. Është bingua, thot, Jo, ç'thos afrua mami? Selinit, po mami imi shikon non stop, duke Po. qenë se është edhe në shtëpi edhe sa kthehem nga puna më raporton çfarë ka ndodhur Ja gjatë ti nuk ke ditës. nevojë të shikosh, Nuk kam mjafton fare vetëm nevojë. të hapësh çfarë ti duhet. Kam të përdorësh. reporteren time të fiksuar 24 në 7 në 2 kanale. Të vdes për mama që E, shojnë Big Bingo, se të Brother. vdes në mënyrë si e komentojnë me atë qasin e tyre Po, kaq po. pafajshme. Edhe janë me të vërtet shumë të lezetshëm, edhe më duket sikur po nis diçka mes tyre. Pra, teksa dëgjoj komente që thonë jo është lojë, jo kështu, pa ashtu. Se di, kanë një shikim në sytë e tyre se askush nga ne nuk mund të parashikojë se si do të shkojë një lidhje, sidomos në një spektakël të tillë, por kur i shoh të dy kanë ca shikime që Të vërteta? si ishte ajo, The Ice Chico? The Ice Chico, they never lie. Kështu që Sometimes they lie, but jo, most of the times they don't lie. më duket sikur Energjia. kanë një lloj afrimiteti shumë të këndshëm me njëri tjetrin, pra që nuk është shumë i stisur edhe i sforcuar. Kë shikon si më të përfshirë në këtë raport? Po të dy janë, se dhe Selin ka filluar që ta doj prezencën e Gimbos, do me thonë ta pëlqej situatën që e ka pranë nga do që shkon, edhe mendoj që janë të dy, e pëlqejnë të dy njëri tjetrin. Po miri me Selin dhe Gimbos apo miri përballë tyre? Si ta definojmë qëndrimin e tij? Shikoj që telenovela tjetë e këndshme dhe e bukur me seri, Me shumë seri. me shumë seri, duhet gjithmonë që miri tjetë përballë tyre. Dhe ti shikojmë atë shikimin e tij vrastar. Megjithatë, me që unë dalet tek Miri, kam parë shumë komente që nuk më kanë pëlqyer për Të tipit? Mirin në rrjet, e ofendojnë, dhe më vjen Duke shumë është keq. kthyer një personazh. Për një pjesë të madhe Pa të pëlqyer? publikut, po, por unë jam shumë e sigurt sepse e di këtë lukunin e rrjeteve sociale, duke qenë se edhe vitin e kaluar ishte Rozana, dhe ka njerëz për shembull që e ndjekin Bigun vetëm nëpërmjet videove dhe shortsave që hidhen në faqen zyrtare të Po. Big Brother VIP. Pra nuk e ndjekin 24 orë në 7 duke e parë live në kanalet e digital. Ka pasur gjëra për të komentuar për Mirin, por nuk besoj që është në atë pikën që të lexoj gjitha të vrerë që po ndodh në rrjet. Fakti që e njoh dhe nga afër më vjen shumë keq kur e shoh që sulmohet edhe komentohet në mënyrë më të keqe të mundshme. Sigurisht që nuk janë të gjitha komentet negative, por pjesa më e madhe janë që Se e mendon që cilësojnë Miri, si po? njeri jo të mirë, e njërën tjetrën. Kjo Atalanta Pse mendon që është ka arritur në kam këtë përshtypjen pikë që Miri? ndahet edhe nëpërmjet fansave. Pra dikush që do Selinën dhe Me Gimbon Gimbon, po. është automatikisht kundër Mirit. Dikush që pëlqen Mateon dhe Brikenën është Po, kjo është automatikisht shumë normale në Big kundër Brother të Mirit. gjithë këtë Pra bëjnë. ka të bëjë edhe me fansat e gjithë secilit. Është e çuditshme, unë asnjëherë nuk përfshihem që them ua, ky është i preferuari im dhe pikë. Domethënë kam disa personazhe që vërtet më pëlqejnë. Secili për ato të vetë. Kam dhe personazhe që më pëlqejnë se si reagojnë në situata të caktuara. Pra, ndoshta nuk është i preferuari im
ndoshta edhe për këto 70 ditë. Po nëse sot në Prime do të diçka dhe njëri prej tyre, edhe pse mund mos jetë ndër të preferuarit jemi, kalon një situatë, një reagim, mënyrën e komunikimit që kanë në Prime, mënyra se si përgjigjet, se si mbron veten, unë i jap atributet që i takojnë. Të paktën unë kështu funksionoj. Kjo është finesë njerëzore. Unë kështu funksionoj kur ndjek Big Brotherin. Pra nuk jam verbërisht fanse e asnjërit, por në të njëjtën kohë jam fanse e të gjithëve sipas situatave të caktuara. Çfarë ka bërë ndryshe Miri nga Miri që është jashtë, qenë se the që e një? Miri është shumë gentil, domethënë është një djalë shumë i sjellshëm, i këndshëm, ka humor, edhe mua vjen keq që nuk po e tregon këtë anë vetën. Miri ka shumë humor. Po ndoshta ashtu nisi Atalanta, domethënë që në Prime-in e parë. Po dhe mua më vjen keq për atë fjalinë që tha dhe ajo për atë fjali u ngeci te ajo dhe pastaj vazhdoi se duhet të mbante ritmin, sepse ai po ta vësh re, unë e kam komentuar edhe herë të tjera në radio, atë natë kur Selina tha Miri është mosha babi tim, ja bëri kështu. Do me thënë gjasën që po. Aha, dhe pastaj ai e vazhdoi si tip batute për atë që tha Selin, po pastaj kur filloi ta justifikonte, jo e thash seriozisht, nuk ishte seriozisht, me thënë drejtën, se ishte në formë batute, por si duket ashtu rrodhën ngjarjet, edhe tani do pak që të rimarr forcat, të ringrihet dhe të tregoj një tjetër anë të tij. Shumë shpesh në fakt është dukur si smirush për çiftin, ndoshta shikimet, ndoshta reagimeve që ka pasur por unë me thënë të drejtën nuk kam menduar ndonjëherë që Miri as Selin të kenë pasur mendon që Selin është në këtë pikë loja aty ku ndodhet prej Mirit? Ja, nuk mendoj. Okej, nisi me Miri. Por nëse do ishte vetëm aty, nuk do kishim këtë Selinën që kemi sot, sepse Selina, nëse nuk do kishte Mirin për krah, nuk do ishte aty ku është sot. Jo, po thoja që nuk mendoj që është fal Mirit. Pra e nisi me Mirin si rrugtim, se normalisht Miri është shumë i njohur se Selin, e nisën bashkë si rrugtim, por nëse Selina nuk do ishte ajo që është sot, pra një vajzë inteligjente, artikuluar që i përball. Por po inteligjencë, këto normalisht i ka flas në rast se nuk do kishte Miri si aleat. Situatat në mënyrën më të mirë të mundshme për mua është një nga lojtaret me artikulimin më të mirë, me përballjen më të mirë. Selina ka dhe një gjë që edhe nëse është në gabim, mënyra se si e argumenton të bind atë ngjarje, ti thua ka të drejtë morzot. Po e ka aftësinë. Dhe ka këtë aftësi edhe nuk do kishte Mirin as pak se aleat në hapet e parë. Do t'ja dilte, po. Do t'ja dilte edhe pa Mirin. Është personazh që mund të mbijetojë në çfarëdo lloj situate me çfarëdo lloj personi që mund të kishte në krah, madje mund të mbijetojë edhe vetëm. Okej, të rikthehemi sërish në pjesën tonë të tretë, ku regjia do të përgatis video numër 2, video në cilën kemi Juelën, që është më afër Rogertit dhe Mirit, për ta komentuar sërish në pjesën tonë të tretë. Rikthehemi miq. Keni një biznes dhe dërgesat janë pjesë e përditshmërisë tënde? Me Postman dërgon shpejt dhe sigurt në çdo cep të Shqipërisë, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. E vetmja Post ju dërgon pakon nga Shqipëria në Kosovë për 48 orë. Ne kujdesemi për dërgesat e tua që ti të fokusohesh në rritjen e biznesit tënd. Postman është partneri yt logjistik, i shpejt, i besueshëm, gjithmonë i shpejt. Zgjidh Postman për biznesin tënd. Jonida, pak më parë po flisim për kolagjenin. Po, e shoh masole. Faleminderit. Kolagjenin për flokët, për thonjt, për lëkurën, koskat, për çfarë të doni ju. Një për Jonidën. Faleminderit shumë. Michael Rasau dhe një për mua. Opa. Jo, e lëm këtu e marrim pastaj. A kanë pirë kolagjen këta të Bikut, mendoj unë. Si thua ti? Shumë energji kanë. Unë besoj që përpara, çdo momenti që marrin ftesën, fillojnë forcohen. Pin kolagjen, marrin gjithçka, vëm extension, çdo gjë për të bërë më të bukur. Po shikoja tani një video se gjatë publicitetit po hapja Instagramin edhe po bënte debat Rogerti me Stenaldon. Stenaldo e ka prekur të krau dhe ka bërë atë rrëzimin alla bidai, alla kështu nga ajo që kalon afër pertit e perti rastësisht të vështillet, alla Bollywood. Po pse? Që rrëzohesh nga kati i pestë dhe zbret me vrap tjetri, dhe ti akoma nuk e rën. Të shpëton jetën. Nuk e di domethënë. Ai bëri të njëjtën gjë me Malin, ë? Mali shtyr derën dhe ai ja futi me kokë dhe pastaj ran tok. Unë qeshura çeshte Malin. Ran pas 3 ditësh.
Që ishte mali, që isha unë në shtëpi. E kurioze jam, a ka bërë prova në shtëpi para se të hynte për këto rrëzimet spektakolare? Nuk e di të më thonë, të fort janë, duhet këtë bërë sepse nuk të vinë natyrshëm ato gjëra. Mua nuk ka ardhur ndonjëherë natyrshëm. O çuna më ndihmoni, Inzaghi është ai që rrëzohet dhe merr penallti kot? I Milanit, po, Inzaghi. Ja, si të tallosh. Pra që bashorti i saj shikon shumë edhe që është fan si Milanit, tifoz i Milanit, Rogerti është Inzaghi i këtij edicioni, domethënë. Po vetëm se nuk po merr dot penallti. Është bërë vetëm meme. Po pse mendon që njerëzit akoma e mbajnë brenda atë? Çfarë duan? Duan entertainment? Zemra, njerëzit duan që të shohin të nxjerrin jashtë vetes personazhet e tyre preferuar. Njerëz që dalin nga vetja, domethënë edhe pse komentojnë negativisht, por e duan atë ti e di vetë që në çdo sherr edhe në rrugë po t'jemi, nuk shkojnë për t'i ndarë, po nxjerrin celularin për t'i filmuar, kështu që si ktheu nga ana tjetër se del më mirë. Kështu që ka një arsye pse publiku e mban brenda, do të shohë le të themi këto shpërfytyrimet e Rogertit teksa Sulmon banorët. Ose ndoshta duan të shikojnë që Rogerti teksa Sulmon të tjerë të shohin se si personazhet e preferuar ndryshojnë, më thuaj? Se miku Zori, unë po pres ditën që të njoh Rogertin që nuk është kështu. Po nuk po vjen akoma. Dhe duke qenë se nuk po vjen akoma, mendoj që ai është kështu. Bukur kjo. Kjo është një konstatim shumë i bukur e shumë lehtë, sepse ka të tjerë që më thon, nuk është ashtu dhe është detyruar prej lojës, meqense ai është i futur. Nuk të detyron askush të bësh, sepse unë e kuptoj që ti do hysh sado. Nëse hyn më mbrapa, do hysh me shpatë në dorë. Duhet, do mos. Por ka një limit gjithçka. Edhe në një moment të caktuar ti sado ta kesh marr këtë vrull kaq të madh, në një moment të caktuar dorëzohesh, je më njerëzor, mund të qëndrosh dikujt afër, mund të bësh një bisedë shumë njerëzore me dikë aty. Unë s'e kam parë kurrë të bëj një gjë të tillë. Do vazhdojmë të shikojmë videon numër 2 meqense po flisim për Rogertin, ku në cilën kemi Juelën në kërkim të aleancës. Juela, Rogerti, Miri. Beson që do ta ndihmojnë kjo aleancë vajzën tonë? Jo, po, voton në Facebook-un tim. Po jo. E ndjekim. Po Miri çdo këtu apo? Edhe Egit i kam thënë mundësi me fal. Sa e di sa sot më bëni shumë përshtypje, si ishte të mbrojt Greta. Jo, Juela më tha ke shumë gabim. Mirë, okej. Kjo, Nikol mos pyet më, kjo është. Jo, vetëm gati aktuse. Vetëm Alesin ka qef të bëj mohabet. Është shumë tendencioze Nikol, shumë. E priti edhe i me kom të para, edhe e aktheu. Në prime, njësa i titha dhe ato si ke anash, për mu e për ty. Jo tha pse të Diegu, po ato si ke anash ashtë kush janë. Si pse më Diegu, moj, që a thu? A do me i bo budale njerëzit ashtë me zorë? Jo. Shumë interesante si bisedë, u rënqetha. Po, kishte mësuar shumë gjëra. U emocionova shumë. Si të duket. Më la pa fjalë. Si e shikon lojën e Juelës? Po nuk e kuptoj dot lojën e Juelës. Edhe këto që flasin në çdo prime. Po unë e kam alat atë, e kam ortak, ç'është mor ky edicion? Sa mendoj që nuk e kanë kaq problem me këto aleanca, me këto, domethënë, unë mendoj që një lojtar i mirë është ai që komunikon me sy, nuk është nevoja ta bërtasi kë ka alat dhe kë rri. Pra ti mund ta shpjegosh në mënyra nga më të ndryshmet, ka mos e kesh. Pra, më thuaj që jeni alat, pa më thënë që jeni alat. Edhe këtë komunikime, jo se ne jemi ortak, po pse më zotri duhesh ta vetë deklarosh këtë gjë. Ta bësh këtë gjë edhe pse tu dash ka një ortak. Pra ti mund të rish me dikë që të bën të ndihesh mirë, por ama nëse unë rri me Atalantën, se ndihem mirë dhe kam një far afrimiteti, që e kemi. Kur Atalanta ja fut kot, unë dua t'ja them Atalantës që në këtë moment nuk jam dakord. Nga videoja që pam tani, ajo po mbronte Gretën, tha për Edison, njërën nga banorët e reja, po edhe ndoshta ajo mendon që Greta në të situatë ka të drejtë. Kjo do të thotë që ti je automatikisht armikja e saj. Domethënë kanë një tendencë për t'i marrë gjërat shumë personale dhe nuk shkojnë përtej asaj
perdes që i kanë vendosur ka syve për të parë pak më Si tepër. thua një lloj rregullatori të cilët e ndjekin përpikshmërisht, por nuk kuptojnë se sa humbin në rast se nuk e zbatojnë këtë gjë. Do me thënë, Po nëse mirin- unë mbroj Gretën, Automatikisht për shkakun duhet të jesh kundra. Jam kundër teje, jo, Po. ka momente që mua do të më shkoj mirë Edhe unë biseda këtë gjë me kam. ty, dhe ka momente që mund të ulem dhe me ty të pi një kafe Po dhe këtë e diskutoj mendoj diçka. njerëz të mëdhej si ne. Do thuash ti ne mendojmë ftohtë se jemi jashtë edhe presioni që kanë aty. Edhe brenda do ta mendonin sidomos në lojën e Big Brother. Po Miri në rastin konkret, si e shikon Miri, e forcon apo jo kjo aleancë me dy banorët e tjerë të rastet Juelën dhe Rogertin? Unë mendoj që Miri duhet kishte bërë shumë lëvizje ndryshe nga ato që ka bërë. Nuk i çon një dron aty djalë? Ti mendon do harxoj lekun për Mirin? Po gjem nuk e Ti di çaj një dron tak në gjë. Ka Çoj bërë një lajm aty djali. Ka bërë disa Move from them. ka bërë disa lëvizje gabim mendoj. Ja çon Landi mi. Landi. Aty është Landi. Edhe miqtë të tjerë të tij, por mendoj që ka bërë disa lëvizje gabim, por është e kuptueshme që në këtë pikë të lojës edhe kur ti mendon që aleatët që ti mendoje se kishe, ndoshta nuk janë më pranë teje, normalisht duhet të nisësh dhe të krijosh terrene të reja. Por mund të kishte vepruar ndryshe. Pra mund të kishte kaluar më ndryshe situatat, qoftë debatet me Selinën, pastaj diskutimet që ka pasur me Rogertin dhe Juelën, më shumë kohët e fundit nuk shoh që bëjnë aleanca, më shumë bëjnë dallavere se sa E vërtet. thurin në një Kurse po plan thurin në plan se si që ju synojnë për funksionon, shembull këto. domethënë, ose që të na mahnisin. Thjesht ulen dhe bëjnë thashë theme, dallavere dhe merren me gjithë pjesën tjetër të shtëpisë. Pra nuk i kam dëgjuar ndonjëherë që të ulen dhe të flasin për diçka konstruktive që është dhe në favor të atyre si grup. Janë individualist, por që rrin bashk. Kështu mendoj unë. E bukur kjo, por jo edhe bukur për Mirin ton. Landi e di veti çfarë duhet të bësh. Në kohë, miq, kemi përsëritur të rikthehemi sërish në pjesën tonë të katërt të fundit. Se jeni në kërkim të apartamentit ideal me standarde të larta ndërtimi dhe kushte flexible, pagese, Lita Construction është zgjedhja që bën diferencën. Lita Construction ofron apartamente moderne 1+1 dhe 2+1 të konceptuara në kujdes në çdo detaj, cilësi e lartë në çdo element, materiale për punimit të përzgjedhura, izolim maksimal termik dhe akustik, detajë cilësore dhe instalime moderne, planimetri funksionale me ndriçim natyral opsional. Apartamentet Lita Construction janë ideale, mundësi flexible financim me bank pa kolateral ose pagesë me këste direkt pranë kompanisë. Ne bëjmë procesin më të thjeshtë, më të sigurt dhe më të arritshëm për ju. Lita Construction. Nice. Më pëlqen shumë që kanë avancuar shumë ndërtime në Shqipëri, unë si arkitekte jap. Okej. Ti si arkitekte jep edhe për shtëpinë e Bigut, besoj, ëh? Ka Ajo shumë ishte një gjëra. ndër, po kur e mendoj një herë them do Është vi vërtet dita shumë që ta bukur. projektoj unë një super projekt, i them merreni. Here you have it. Ja Do ku e it. keni, bëje. Ja ku e keni. Dhe për faktin që ne jetojmë në një lagje në dy pallate gjithë dhe ti e komshihemi praktikisht. Po. Me që po flisim për apartamente dhe për ndërtesa. Dy kate na ndajnë nga njëra tjetra. Pra unë shkoj rregullisht dhe i them kos. Kos. E të përshme, ka akoma kështu? Marrëdhëniesh? Ka Bukur njëri do që ishte zëkos? si mbaj mend që dikur kishte. Por Kemi nuk ka pasur më. gjithmonë. Po, ka pasur gjithmonë. Edhe në lug salc për Nuk e shembull di, që duhet të mbaronte. ketë. Ka E, më? këtë po jo, nuk besoj. Sot vdesim dhe nuk e kërkojmë. A si çik aty se ulim kokën. Aty pa bukrim, nuk e kërkojmë. Të komshiu. Jonida, po flisnim pak a shumë për gjithë banorët e tjerë, kemi lënë pa përmendur Briken dhe Mateo. Çiftin që ne duam shumë ta bëjmë çift, por që ka pasur disa përkëdhele, disa gjëra të bukura, të shtuara nga ato çka kanë qenë më përpara. Ne ndërrojmë që të jenë Edhe ata çifte të dy janë shpejti, shumë të mendon që janë të lezetshëm si Selina Për dhe sytë e Imbo? mi, po, por ka diçka mes tyre që unë kam është? komentuar në Prime-in e kaluar, një red flag që Mateo po kërkon shumë llogari sipas meje. Domethënë për veshjen, jo i vish xhupin, jo pastaj pse po bën këtë, domethënë me shumë lezet po kërkon llogari. Shiko Elbasanliu, shiko. Ndërsa Brikena Nuk i pëlqen. nuk i pëlqen, po thot, no, unë ty nuk të kam dashur, se po të kisha dashur da bëja. Domethënë edhe E e bukur. pranon. Mua më pëlqen është shumë stratege. Thuaj ç'të duash. Është stratege. Se unë nuk të kam të dashur, e lëkaç. E lëkaç, Po mua ja- më pëlqen.
Janë shumë të lezetshëm. Po më pëlqen Brikena, ka humor, është shumë e chillter, nuk kalon limite, nuk fyen, komunikimin e ka shumë të mirë, edhe argumentin në Po, të e njëjtën vërtet, kohë. edhe ato. Pra është ajo goca që hyri me të tjera pritshmëri, pra njerëzit mendonin që kjo do ishte ajo vajza pak mendje madhe, Sepse në prirje më të parë gjykojmë se mos niset, më parë që dhe ja thjesht e bukur, por Brikina ka vërtetuar që është shumë më tepër se aq, ndërsa Mateo më pëlqen, është shumë gentil, edhe është djalë shumë i sjellshëm dhe argumenton shumë mirë. Është dhe i qeshur shumë, më pëlqen ndjem të qeshur. Argumenton shumë mirë pranë situata, edhe në Prime, se unë e vlerësoj shumë sidomos pjesën e Prime-it. Mënyra se si përgjigjen, sa pikë shton. Po, sepse zakonisht të gjithë tentojnë në Prime, Kur por ka fillojnë që se Por ka dhe të tjerë që- atë flasun. Po thot Ledioni, Let flas, fal. let E flas. leje pra, s'po flas, s'po them asnjë gjë. Pastaj kur fillon tjetri të flasë, i ndërhyn sipër, domethënë. No. Kush mendon që do jetë çifti që do të kapi dasmën tonë të parë? Atë që ne po vdesim ta shikojmë. Selini dhe Gimbo mendoj. Ata mendoj. Ato mendojnë. Se Brikena tha jo, nuk e dua Tani ne emrin te unë bëj një lista. pyetje, jo, Po, shiko. Nuk e donte. Këtë se kishte dëgjuar. Dua të bëj diçka që vjen në mënyrë organike, tha, E, dhe jo bukur. të stisur. Cilët janë finalistët në rast se për shembull Big Brother do ishte sot finalja? Uh, Me aq sa çka ndodh deri më tani. ata që dua unë. Ma ato që do dhe plus ato që mendoj që do Me thënë shkojnë. drejtën, Pra nuk na kam thuaj bërë dy një, versione. ende nuk e kam një. Mirin. Jo, nuk e kam një parashikim. Pra, nëse vitet e kaluara Po në rast se është sot finalja. Sot. kë do nxjerrja unë sot Kush ja në ka të finale. finalistët sot? Po. Selin, Stenaldo. Sa janë 4 apo? Po 4 plus 1, për shembull, po e ofrojmë një vend ekstra. Brikena, 3, Miri, 4, obviously. edhe Mateo. Edhe më të bukur. Pra Ta Rogerti fus një. dash ndritje apo jo? Jo, nuk Jo, nuk mendon që Alianca dhe forcat e këqija do ta unë çojnë. mendoj që Rogerti nuk do Pavarësisht se s'po bën shkoj shumë gabime. deri në finale, sepse Se mendoj që do bëj diçka. Po, shumë gabime rrugës, edhe do e penalizoj sjellja e tij mendoj, kështu që nuk e shoh në finale Rogertin. Kuptoj. Nëse do kishte bërë të tjera gjëra, siç ta thash në Ose krye kishte të bërë kësaj një reflektim bisede. pas herës parë që gjatë stabilizoi Jo vendin e tij. reflektim, po tjetë, domethënë, Një ndryshim. të mos e kaloj limitin dhe pastaj të bëj edhe atë djalin karizmatik, po edhe një ditë agresiv, pastaj i Pra ndjeshëm, të pastaj ndante. O të hynte me atë dhe pastaj ose të stabilizoi. Po. Tjetë gjithë përfshirës në situata, jo vetëm një drejtim të gjës, domethënë, sepse kjo po e dëmton, mendoj lojën e tij. Kështu e konceptoj unë. Hilda, ishte mrekullueshme. Faleminderit. Dhe më pëlqen që të ftuarit një herë të vetëm flas më shumë se mua. I love that. I love that. Ku ka të ftuar të tjerë si ty, ma jep me listë me numër telefoni që t'i ftoj. Po, mjafton të janë gazetar. Faleminderit You're shumë. welcome. U Anytime knaqja. në Big Brother Radio. Miq, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoqë mua dhe Jonitën sot. Mos harroni kemi live Prime-in e Big Brother me Ledion Liçon. Nga unë Atalanta Kërçyku, natën e mirë. Ciao.